të bëhet një double check në këtë drejtim. Kurti 3 përfunduar, Shala. Me lejo të lutem para se të filloj të tërheqi një moment kurtazia dhe t'i falenderoj kolegët e mi të cilët me kritikën e tyre mjaft fureshur kanë kontribuar për zgjedhjen e qeverisë kurti. Mbaj mikrofonin. Se, po thuhet Çollaku ka kontribuar? Po Shala tash në cilësinë e zëdhënësit të qeverisë. Pse s'po uron edhe drenorit? Urime edhe drenorit. Urime. Okej. Shala se shkon kesh me Inglisë, Pse u çove me uru? Po, pas një blokade gati një veçare të cilën disa e kemi kritikuar për qasje bllokuese të kryeministrit të tanishëm Quri Zgjidh dhe për shkak të disa kritikave që i kanë shkuar opozitës, mendoj që është një lajm i mirë. Në kryetarin e Kuvendit nga lista serbe, apo? Dhe besoj që kritikët që e kanë kritikuar zotin Kurti, mendoj që kanë kontribuar që zoti Kurti të rikonfirmohet si një njeri mjaft i pushtetshëm. Por ky pushtet i zotit Kurti kam frikën, kam drojën që do t'i ndikoj jo edhe qaq pozitivisht, sepse relaksi natyrës e njeriut nuk i kontribon pozitivisht. Nëse je ti për i relaksum, nuk pritet që ti ki me performu qaq mirë. Shpresoj që jam gabim, po kjo qeveri më duket shumë e relaksuar, sidomos tash që ka marrë edhe njerë 51%, dyshoj që do të punoj më shumë apo më mirë se në mandatin e kaluar. Se të duke i relaksue pa presion, apo shfar? Ka far presioni, as për një zdi për mdo këtë Çollaku. As pa presion nga zoti Besnik Tahiri në qëndrim? Jo, nëse zoti Tahiri vazhdon me këtë ritëm të kritikës, atër mendoj që mund të kontriboj edhe ai që t'ja shtoj edhe 1% zotit Kurti. Mendoj kushtrim që kjo qeveri ndoshta do të performoj më dobët se në mandatin e kaluar. Për shkak se është ndihet tepër e relaksuar, e përmeni edhe Çollaku, s'ka opozit, ky zoti Kurti mandatin e kaluar e ka vrejt një farë opozite deri diku, tash nuk shem as opozite. Po përvolia qeveritare si të duk? Çollaku tha më dobët se herën e kaluar. Janë disa emra të cilët nuk duket që kanë performuar armë të forta, armë të dobta. Por janë edhe disa emra që na